Logan? Logan? Dëgjoj këtë të kamerës kë? Okej, bye! Bye! Nga një video e re, sa për erdhëm në shtëpi, bëm pazaret e javës dhe desha të bëj një supermarket haul, do më thënë një mini supermarket haul nga Turku. Ato çantat atje i morëm tek Aldi dhe një dy gjëra në Poundland dhe këto të tjerat, do më thënë janë ushqimet bazë të javës që marrë pothuajse gjithmonë dhe këtu kanë sa gjëra shumë të mira që mora tek Turku dhe këto ka që më pëlqejnë. Mora një bukë, të cilën do bëjmë do një sandwich tani. Morëm ca ullinj, nga këto ullinj të Greqis, kalamata, një gjë tillë. Kështu, këta merr tharvari, me qenë se i pëlqejnë atij. Mora gjërat që më pëlqejnë më shumë të hajgja shtazanist, këto bake rolls, këto gjërat buka e thekur në tërësi. Dhe më pëlqen shumë kjo me djath, se nuk më jep shije të keqe. Logan mori Kinder, mori një lëpirse, mora këto salcicet për Albanin në punë. Janë të lezetshme, po kanë shije të mirë në kjo firmë. Dhe mora ca qofte. Këto qoftet shpresoj shumë që t'jenë të mira. Pardje mora ca qofte të tjera tek një turk që kam këtu të lagja, pak më i vogël ky që kam unë, dhe ky që vajtëm sot ishte më i madh. Edhe pash për herë të parë qoftet e këtu i mora, por nuk lexonin që ishin spicy, domethënë më djegse. Jo djegse, po haja një çik qofte edhe pse bëj kështu. Edhe pija ujë, nuk e dora dot fare. Dhe i thash Albanit ti do t'i hash ato, mos si ha, s'ti bëhet fjalë. Gjeta këto. Edhe këto nuk lexonin që janë djegse dhe ajo goca te kasa e pyeta digje i thash nëse këto janë djegse. Tha jo nuk janë, se i kam provuar. Këto janë nga Rumania edhe ajo goca ishte rumune. Edhe më pyeti ma rumune jeti, tha jo, i thash nuk janë. Edhe kështu, shpresoj që t'jenë të mira. Më ka marrë malli shumë për kërnackat e zgarës time të preferuar dhe straight up këtu, mora dhe nga këto. Edhe këto më pëlqejnë shumë. Edhe kështu, gjithë ky pazari tek Turku kushtoi 25.50. Këtu, kaq gjëra sapat juve 25.50. I kanë çik të shtrenjtë tashmë me këto, po nejse. Ndërsa, kur vajtëm te Aldi, ajo zonja te kasa më tha mama, si gjithë turke ti? Jo, i thash nuk jam as turke. Jam shqiptare. Kështu tani do t'i vendos tonë për vende, kam gjitha të theset e mëdhenj atje që do t'i vendos për në vende, të sistemoj frigoriferin, edhe të bëj qoftet, se dua t'i provoj patjetër. Kisha veshur këtë pantallona të bardha, këtë këmishën sipër, edhe kisha marrë këtë çantën. Si ka nisë bukur që është. Kështu se tip tote bag. E kam pas bler në AliExpress para një 3 vitesh apo duva më shumë. Hera parë që e marrë jashtë xhiro se e kisha harruar fare që e kisha. Kam përthojnë, se i bëra shpejt, kështu me pika. Edhe kështu, tani do vazhdojmë çunat e ndej, Albani po ndrohet, Logan e zuri gjumin në makinë, sa herë që dalim me gjumin në makinë, kështu që e marri me çajin te kravatit dhe po fle. Ndërkohë unë do bëj këto që thash, se po më hajt shumë bukë. Po. Bëj supë.
Po, do t'i flasim çupave, do t'i tregojmë çupave ca gjëra shumë të bukura që na kanë ardhur nga Shein. Ç'është kjo? Kjo. Ç'është kjo? Okej, nuk do. Gjëja e parë që kam është kjo që kam veshur, ky seti që kam veshur, shumë i bukur. Po ta kisha hapur. Ç'a ke more Logan? Bën foto, pa merak, foli ti. Ka aparatin e vet, po flet çupave të veta ky. Po ta kisha hapur këtë seti, do ta kisha veshur sot që nga super i përshtatshëm për këtë ditën e sotme që frynte një çik erë. Shumë e mirë. E kam ngritur, e kam marrë masën medium, e kam ngritur i çik te barku, po nuk dua që ta ngushtoj, kështu që po e ul pak. Ka 2 xhepa. Super. Nga këmbët është i gjerë, sa rash, prisni. I lirshëm, deri në fund këmbë shumë e mirë, ka këtë ngjyrë si ngjyrë çokoladate fantastike, siç e shikoni krahati ka kështu të treqarekshe dhe të gjera, shumë e bukur. Edhe ka jak këmishe që mbërthehet deri në fund, po unë preferoj që ta mbaj kështu yll. Edhe nga pas i gjatë që të mbulon, shumë se ti bukur më pëlqeu. Dhe diçka tjetër që kam marrë këto prapë për veten time, po që më vjen keq që këtë nuk e vesh dot, nuk e provoj dot se më ka dalë barku, është ky fustani që bluka që bukur sot i më ra diçka. Ha? Janë letrat, sorry, berapis. Janë letrat që i vendosin ato tetat këtu. Shikoni se e bukur, më pëlqeu shumë edhe ky fustani. Është me prerjen e qarë. Ka këtë bordurën këtu në mes. Do ta afrojmë tash këtu, e shikoni këtë pjesë. Edhe pastaj nga fundi ka këto palat që ka kështu si jo tyll, po që ka këtë modelin me të çara, ajo duket qartë aty. So boring. So boring, tha dhe iku. U beret i surrat, thash boring, ka shumë bukra. Tjetër gjë, tani, këto të tjerat janë fustanet për mamin tim, Shein ka një, nuk e di, mori fustanesh, fix në stilin që i preferon mami im, si kur bëhen me porosi për atë. Është paka shumë stili i këtij fustanit bërë që ju tregova. Këtë e kam marrë për mamin. Pa nga afër këtë copën, shumë e bukur. Shkokave me thonjtë e mi, edhe ka këto hopsat kështu. Hajde. Okej, hajde. Po pse the boring që parë? Të duk boring kjo video të që përgjëraju? Jo 2, do hash vetëm 1, okej? Okej, dhe be quiet se po flet mami me çupat. Ku ke një çorape? Mami, e uli serin direkt. Kështu, ky fustan jam e sigurt që do t'i pëlqej. Logan boy, lexojnë ato çorapet. Yes, boy. Kështu e keti, Logan boy e ke Instagramin. Gjëja tjetër, edhe ky fustani është shumë i bukur, është me një rip për ta lidhur në mes. Thash haju natyre që parë, ti nuk i the. Dhe, ja ku është. Shumë i lezetshëm edhe ky. Go, i kepja datë të hajdalja të. Oh my god, ju thyja kullorja ndysh. Oh my god. Mami tim do t'i shkoj shumë ky sepse ka këtë ngjyrën jeshile të këtyre luleve dhe mami ka flokët bjonda dhe i shkon shumë ngjyra jeshile. Shikoni nga afër modelin. Shumë ngjyrë e bukur, shumë e ëmbël, shumë e lezetshme. Edhe fustani thjesht fare, siç ju thash, në stilin që ajo i preferon. Disa prej tyre i mban të gjatë deri në fund të këmbëve, disa që i përshtaten më shumë, i pret, i shkurtoni çik. I kam pas dërguar motrës një makinë qepse unë, edhe tani kohët e fundit ka filluar që t'ja bëj motra, ja qep ajo, ja shkurton domethënë. Diçka thjesht fare. Kam edhe 2 të tjerë më duket. Ky është i bardhë me jeshil, ndërsa ai që ju tregova është pak ngjyrë qumshti me jeshil. Ky është i thjesht fare, këtë ta ketë për në shtëpi, maksimumi për në supermarket. Ka këtë shumë të rehatshëm, copën shumë të butë. Super i thjesht, asgjë e veçantë. Ky është më i holl, bardhë dhe zi. Edhe ky i thjesht fare, daç për ta veshur supermarket apo ku duhet. Ose qoftë edhe për punë, janë këta fustanët që në atë vapën e madhe të Shqipërisë. Vesh një herë, sa vjen në shtëpi, do ishte ndrosh, e lan për gjysmërore thahet. E rëndësishme është të jetë i rehatshëm. Si pushon goja këtij fëmijës. Logan. Please.
Matej, thank you. Kështu, ky ka këto mëngët të vockla fare që bjen një qik, anësh supit. Nuk e dini që ose do t'i duhet që ta shkurtoj këtë apo jo. Tani që isha me pushime, çdo ditë mami vesh fustanet që i kisha çuar unë vishte. Edhe i shkonin shumë. E i ka fiksit prera për trupin e saj dhe për stilin e saj. Ky që ka materiali si ky. Shumë i butë në dorë. Edhe ky më pëlqen shumë. Ka këto lullet shumë të bukura. Nuk e di çfarë quhet kjo lule, po shumë e bukur shikoni. Me qenë se sot do iki vllai për në Shqipëri, do t'ja fus në çantë, shpresoj shumë që të ketë vend, se është pa valizhe, po shpresoj shumë që të ketë vend edhe t'i marrë të gjitha. Në të kundërt pasaj do t'i dërgoj vetëm 2, i thash që më i bukuri është ky, edhe ky, do t'i dërgoj këta të 2, ndërsa këta të tjerët pastaj kur t'ke mundësi të dërgoj gjëra në fugon, të gjitha kodet dhe gjërat, jo faleminderit, nuk e dua. Të gjitha kodet dhe gjërat. Tate! Ore çun. Unë ty do të kafshoj. I thash jo faleminderit, nuk e dua plaç, më tha. Do japësh çupave ata? No çupa. Jo çupave. Do japësh mamit? Apo bebi motrës? It's saying wait. Po si se pushoj goja këti. Ja këtë tjetëri. Moj telefon. Ha? Të mori nga dora? Moj ti. Erdhi Më këtu? thash po punon dhe kamera, mora kamera, moj telefon. Shquni shkatës kjo. Edhe kështu goca, hëngrëm ato qoftet, sanduiqet që pra ishin shumë të mirë, qoftet nuk ishin si ato kërnackat e zgarës që mua më pëlqejnë shumë, po prap, jam shumë e kënaqur që i gjeta këto edhe sa herë të më vjen mendja për qoftet, do marr atje të turku. Kodet për këto gjëra do t'i keni te kutja e përshkrimit, edhe tani do ndrohem, do vesh rrobat që kisha. Përshëndetje nga Cambridge. Ata të dy nuk e di se çfarë po bëjnë. Loga njërë do ujë, njërë do kos, as vetë nuk e di se çfarë do. Tham të vinim një xhiro në Cambridge, me qenë se dita është shumë e bukur sot, kemi diell është fantastike. Kam veshur këtë setin e ri që mora dje dhe të mbaha çik vap. Dje ishte më freskët, sot është më vap. Ka dalë kokra e diellit na. Aty tek ku parkuam tani, ishte një pishin, fëmijët plot pishina me fëmijë. Që po laheshin edhe njerëzit që po merrnin rreze u kënaqëm. Patëm një herë parkuam tek shopping center që është këtu në qendër të Cambridge-it, edhe ikëm për të pirë tek një lokal që kishim shumë qejf të shkonim, që është sipër në Tarat, si hapur lart, i lezetshëm, i voçkët fare. Pim nga një koktejl në diçka atje, edhe ikëm, lëvizëm makinën, në çuam të ky parkimi tjetër, sepse parkimi tek shopping center ishte 5 pound ora, domethënë 4.60, 4.80 diçka atje, edhe ishte shumë i shtrenjtë, nuk e vlente. Kështu që lëvizëm makinën, e çuam tek parkimi tjetër që është më i lirë, edhe tani po ikim në këmbë këtej nga pjesa e lokaleve, universitetet, kështu me radhë. Çuat janë veshur me të zeza sot. No ball. Is the wind. To take a sting, I think, from tomorrow.
Ullëm për të ngrënë tek ajo pizzeria Aromi quhet, që bën pica shumë të mira. Hëngrëm atje. Edhe bëm një xhiro kështu të shkurtër fare e tani po ikim për në shtëpi. Kafen do ta pim në shtëpi se kush të lë ta pish edhe kafen rrugëve. Apo çe kemi marr? How are you, Chupa? How are you, Chupa? Si jeni ve Chupa? Mirë jeni? Ky surrati që bën si i mirë në kamera nuk na lë. Kështu që do ikim, do pim kafe në shtëpi, se ka vajtur ora 5:10 dhe unë s'kam pirë kafen për sot. Dielli që nga shumë i ngrohtë na kënaqi. Perëndi e madhe ti. Se futën kokë në të Po të kisha futur në kokë, se Robi nuk e zë gjithë rrugën. Hecin një nga një kur ka njerëz. Wow, ka fshëri dunjaja. Edhe më pa dhe me i natë pale, se kujtoj sot japja rrugën unë. Shikoni që ndodhë këtu? Edhe kështu, po thaj që ka vajtur vonë pas dite, edhe unë s'kam pirë fare kafe për sot, dhe doj që të pi një kafe. Këtu, fiks ku jemi tani, në qoftë se dëgjoni një muzikë, janë disa njerëz që dikush po feston 40 vjetorin, janë ullur poshtë rrëzës së një peme, edhe po festojnë për qefin e tyre. Dhe ku ka mënyrë më të bukur për të festuar ditëlindjen. Edhe kur kaluam që park të po i thoj Albanit që ne të dyja kemi në dimër se bëjmë dot të gjë se të plevitoset. Jo të ulesh në nëntore në shkurt të festosh. Nëse, u lodha tani. Flasim nuk e di se kur. You cannot Jo, karroca nuk është rrezikshme, karroca është shumë e mirë, po ne harruam sot ta kishim marrë. Do vej logan të bebat tani, do lozësh të bebat. Shiko qik mami këtu, do lozësh të bebat tani. Po ke qenë djali mirë sot? Da të shikoj qik sa i bukuria. Po të në kësha surratin të ndon? E, është djeli, më falë, është djeli, po, këtë drejtë. Hi, kush? Dyqan? Jo, dyqan. Mommy's baby. Sa flok të butë që ka. Dërë? Wow, so peaceful. Te ka unë bërshë të rësë të këtë. I dhe kështu si për. Da të shkoj mama? Da të shkoj qik?
vëndin.